Shqipe o zogjtë e maleve, kallzoni, ashtë në rritë reze lirie, nato maja. Gjerovica lëshonte me vrullë duhi Erenikun që të përqafohet me drinin. Kosova niste bijtë e saj, drejt kreshtë maleve të kreshtë përflakura të liris. Gjithë ka ahthirej, liri. Adem Jashari me vëllezërit dhe bashkëluftëtarët diti të luftoj, të qëndroj dhe të mbetet si komandanti legjendar i lirisë së Kosovës. Qëndresa e prekazit të Drenicës i thëriste edhe Jasiqit e krejt Dukagjinit të qëndronte për të mbrojtur trojet dhe jetën, për të sjell lirin. Në Jasiq, një fshat të vogël me rreth 50 shtëpi, afër Junikut dhe Deçanit, jetonte një familje plot histori dhe begati. Familja Eram Kadri Jasiqit, i cili kishte mbetur jetim qysh 12 vjeç, kur jati ju vran nga serbët më 1924. Këtu u lindën dhe u rritën 4 vëllezër, Salihi, Hasani, Kadria, Arifi dhe motra e tyre, Zoja, bij të Ramës. Ky fshat me toka në fush, me kullota, pyje dhe lëndina në shpatet e maleve të Gjerovicës, me bjeshkën e bukur të Qershizës, ka ditur të ndërtoj me mund, djers dhe dituri, një jetesë të mirë. Kjo familje ishte ndër më të kamurat, më fisniket dhe bujaret, me trima me strimave që ka Kosova, që Kosova të flakronte në krah lirie. Në këtë kult Sadik Sadris, parëve tonë, kanë arë shumë burra, shumë trima, nërshëm, si që janë Bajram Curi, Hasan Prishtina, Azem Beta, Isa Buletini. Une në moshën 9 vjeçare përjetoj luftën e Jasiq, i përkujtoj vëllezërit e mi, tani më dëshmor. Përkujtoj edhe shumë komandantë të tyre si Agim Ramadanin, Sali Qekun, Rustem Berishën, të cilët u vendosen në fshatin tonë, i ushqyem, do më thënë, nëna ime gatuan të për ta, baba im më furnizon të gjithë ushtrinë, do më thënë, për gjithë Kosovën me armatim, me binte malë për të që ta shija sa her kalon të kufirin. Vëllezërit e mi u bën aktiv në UÇK, edhe gjithmonë dilsha që t'i shikoja në këto ambiente, se si ata ushtroheshin. I kujtoj vëllezërit e mi që ashtë të ri në mosh ishin me aq zemër të madhe. Asnjëherë nuk mund t'i ndaljeti, nuk mund të asnjëherë t'u thoshe mos shko, sepse ata nuk donin dëgjonin për atë fjalë. Ata gjithmonë thoshin, ku ka ma mirë se me vdek për këtë Kosovë, për këtë liri. Her pas here kam libri me shkrime, po ashtu dhe kam edhe të incizuara në për CD që kam recituar për vëllezërit e mi dëshmor dhe për gjithë luftëtarët e UÇK-s. Që janë këto gripa që ushtojnë? Po ushtojnë e bjesht Jasiqit, trimat tonë për balë armikut. Luftojnë trimat Siluani, lufton trimja Agim Ramadani. Ra dëshmori për liri, luftëtar mbrapa po këthy. Shumë luftar që shkun basti, sjodhin t'jeta për liri. Sali Qeku, Fadil Maloku, Avdyl Jasiqi në këto betleja, Bashkim Jasiqi Trimsi Rufeja, Of Qamil, Besnik, Bujar o vlla, mba në frontin mos e lsho. Ti me push kiku me topa, po ja hedh serbit nga koka. Hekim serbin nga vatra tona, on e mban po qanë Kosova. Shumë djemtëri që kanë vullnet, ku kem lind dona me vdek. Në trojet tona stërgjyshore, kur Kosovë nuk qojnë prej dore. O që keni nona që po qoni, o që keni vore që po izbloni, o që keni gjamë që po ndëgjoni, o bite juaj që po i kërkoni. O këse hunen në shko në shpi, se kemi dhe njetën për liri. Lavdi këtyre trima për liri. Lavdi! Ushtria, kur janë ardhën vishin natën, ta si vishin në pramje prej poshtit, u vendoshin të neshin dhe në ora 2 natës.
edhe në ora 2 që hajshin buk, u nishin për pjetë. Ata zbritshin prej kufinit, vishin, hajshin buk dhe hishin e flejshin. Pushojshin gjatë ditës, kur u bëj ka këshomi, e djergshin municionin të poshtë për me shpërnda në për zonat Kosovës. Si duka gjimë Drenicë, Lap, krejt Kosovën e shpërnda prej qëtujt. Tu e konë furnizimi i armë për krejt Kosovën. Në këtë fshat kom lindur, i cili ishte fshat i quajtur Jasiq. Këtu ishte shkolla ime. Këtu ishte edhe shkolla të bive dyve të mitë, bujarit dhe besnikut. Kjo shkollë u bo qerdhe dhe u bo një muzej jashtëzakonisht i madh i Kosovës, cili erdhe sharkoi armatimi nga Shqipëria u solte në këtë shkollë. Dhe erdhem nga rasa Zogut, nga Bjeshka Bëtushës, nga gjitha anët, erdhem dhe e sharkuam këtu armatimin. Gjithat njerëzim, dejnë 5.000 ushtarë në ditë dhe në natë, i kom shkarkuar në shkollë dhe në fshata ku kanë pushuar dhe ku kanë ecur natën e kemi transportuar armatimin. Këtu ka qenë Bekim Berisha, Bedri Shala, Agim Zeneli, Fadil Nimani, Sadik Selmani ishte kushëri imi, njeri maj forti, maj qushmi, nga Jasiqi Gramacelit dhe fshatit e gjithë të mobilizuar. Anmiku na soli armët e rana nga ky pozicion të na shkatrojke shkollën, këtë gjithë edhe Juniku kallë ke flak, por djemet e Jasiqit, Abdul Jasiqi, Bashkim Jasiqi, cilët ranë dëshmor për liri, ata dhe shumë krejt fshatrat u angazhuan në këtë koder dhe muren armatimin e rënë dhe anmiku në zbët prapë e mrapa. Mas shumë të krejt fshatin e ka të shkatruar, edhe gjocajt. Në përgjithësi, 2 fshatra në krejt Kosovë janë vendet pa banushme. Po i kom pas të 2 gocat vogla, i mëshën robet me e ja u lajshin dhe ja u nojshin në tel, thoshin kushtin jetë vetët i merë, se vishin më kom të pelkyne, vishin të ndryonit në për kersha, në për male. Po këtu e kom marrë thmin jem dalë, kom flenjt në malë, po nuk kom pas buk mi u dhonë. Kom marrë zhag, prej bjeshkve atje ku janë. Edhe jom hi mrena, kur jom hi e kom gjetë gjakin deri në gungë si që vrau shtari. Nuk e di emnin e sakt, vetëm prej stogit, edhe kanë marrë natën pikat e gjakit deri te Vorrezat, e kanë varros natën. Po ashtu kom pas, shumë kom pas mërzit madhe kur e kom pa, po ashtu e pritësha se edhe djemë të mitet isha, edhe i pava. E kom marrë, kom bo bukun mal, nuk kom pas me shka kom marrë saqin, edhe kom blu me zalë të rënikit se nuk kom pas ka cise, nuk më isha t'i futi durët në prush, për më dhonë bukë thmive se më ka ishin mal për bukë. Këto ishin kullat që i përpiu flaka e luftës. Këto ishin kullat prej ku nisën të parët e Ramës për në forcat e lidhjes shqiptare të Prizrenit, 1878. Prej këtu, u nisën trimat për të rrethuar Mehmet Ali Pashën në Gjakov, që kishte ardhur për t'i dorëzuar plavën dhe gucin Malit të Zi në shtator 1878. Ai u vra bashkë me ata që e shoqëronin. Prej këtu ata ju ngjitën lidhjes shqiptare, Besa Bes, të Haxhizekës, 1900. Këtu janë strehuar pjesëmarrës të kuvendit Junikut, 25 maj 1912, që u thirr me nismën e Hasan Prishtinës, që u mbështet nga Bajram Curi, Isa Boletini e të tjerë. Kuvendi mori vendimet që i dhanë një shtytje të mëtejshme kryengritjes së përgjithshme shqiptare. Kryengritësit pijuan luftën për të vënë jetë vendimet e kuvendit të Junikut. Këtu, në këtë kull në Jasiq, kanë patur streh luftëtar dhe burra të dheut, si Isa Boletini, Bajram Curi, Hasan Prishtina, Azem Galica e deri tek Adem Jashari, Agim Ramadani, Sali Çekaj, duke qenë si ur lidhce mes Kosovës dhe Tropojës së Republikës së Shqipërisë. Këtu janë strehuar luftëtarët e të 2 krahëve të ngjarjeve të mëdha të luftës për pavarësi dhe luftrave për çlirim të Shqipërisë. Kjo streha detarësh ka patur rastin të mbante edhe kaçak dhe ilegal, ndërta shënohet edhe Jusuf Gërvalla me grupin e tij në vitin 1973. Në këtë kull të Ram Kadri Jasiqit, në vitin 73,
ishte dimën, bore madhe shumë, ka shpreh vullnetin tash dëshmori kombit Jusuf Gërvalla me ardhë me boni nej me do stafin e tina, që ka pasaj drejtimet e veta edhe ka kërku, a na e pranojmë. Edhe atër e krej materialin mas 3 dite edhe ushu. Edhe po na faleminderoj shumë, tha, e bot, tha, odën e juve, tha, Parlament Kosovës. Jo vetëm kjo kull, por krejt Jasiqi, krejt rafshi i Dukagjinit, Kosova mbar, i rritin brezat me moton e qëndresës së paprerë. Nënat u mëkojnë bijve, i den se i ka lind nana, por i rrit pushka. Këta bij u bën trima që ditën të luftojnë dhe të bëjnë deken si me le për mbrojtjen dhe çlirimin e trojeve të tyre. Derdhën gjakun brez pas brezi kundër osmanlinjve, serbo-malazezve, fashisto-nazistve, ndaj cilido që ka dashur t'i mbajë nën sundim. Le të ndalemi në këtë trull të Salije Kadri Ram Jasiqit. Gjyshi i tyre Kadria u vra në luftë kundër serbo-malazezve në vitin 1924, duke vijuar traditën e të parëve. Babai i tyre, Rama, në vitin 1943, në fshatin Rastavic, mori pjesë në sulm ku u thye i ashtu quajturi Drum, u zu dhe mori një dënim prej 101 vjetësh. Fjalët e thëna në gjykat ishin: unë nuk e njoh pushtetin tuaj, po të kem mundësi, këtë veprim do ta bëja prap. Mua më dënon vetëm Zoti dhe jo robi. Qëndresa ishte si e maleve. Në vitet 1990, kjo shtëpi ishte streh dhe mbështetje e atyre që dilnin dhe hynin në Kosovë në përpjekjet për çlirim. Salije Ram Jasiqi u aktivizua gjatë këtyre viteve në futjen e armatimit, municioneve dhe pritjen e përcjelljen e strukturave ilegale si Adem Jashari, Sali Çeku e të tjerë nga Shqipëria në Kosovë. Kur thirrja Deo në vitin 1998, u gjetën të gatshëm 3 brezat: Rama 90 vjeçar, djali i tij Salihi me të 2 të bijt, Bujarin dhe Besnikun, djali tjetër Kadria me të birin Fatosin për t'i shërbyer luftës për çlirim. Gjyshi Ram, bashkë me të bijt e nipat, më 24 mars 1998, i mësyrë në Glogjanit, bërthamës luftarake të Dukagjinit, ku e dorëzuan armën e fshehur prej vitesh, pushk M48. Ishte arma e parë që jehoi në Dukagjin. Fshati i parë ku janë vendosur, domethënë vendodhja e parë e këtyre njësive ishte fshati Jasiq, dhe mund kujtohet dita kur njësit ose brigadat e Ministrisë së Mbrojtjes janë fut në fshatin Jasiq. Më kujtohet mikpritja e banorëve të këtij fshatit, ku kanë dalë pleq, tri, fëmijë, gra, me dotërokitje na kanë prit kur jemi fut në fshat, domethënë me flamur, njësit e rreshtume, dhe ishte një moment i paharruar i mikpritjes mirë të këtij fshatit. Ky është edhe fshati i parë ku une e kom taku Besnik Jasiqin, Bujarin, Salihun dhe familjen e tyre, dhe ajo që më ka bë përshtypje sidomos te Besniku ishte mosha e re e tina, inteligjenca e tina, morali i fortë për luftë, dhe shpesh ju thoshte të tjerëve se kemi me fitua, kishte një besim shumë të fuqishëm fitoren e luftarëve të ushtrisë shqiptare të Kosovës. Mu më kujtohet si ka pas familje, ndoshta nuk e kanë pas edhe gjendjen aq të mirë materiale, por me ato mundësitë e veta i kanë dalë, ju kanë kthy ushqim, ja u kanë pastru rrobet, ja u kanë ofruar mundësinë për pushim, dhe të nesërmen kanë vazhdu rrugën, qoftë ata që delshin në Shqipëri ose të tjere që u futshin në thellësi në brendit Kosovës. Edhe na gjetëm fatin që ta kem një komandant të mirë dhe që t'i prin ushtrisë çlirimtare të Kosovës, dhe theve murin e Berlinit, dem baba dem, dhe t'lumt pushka Rustem Berisha. Gjatë fillimit të luftës në
pjesën e junikut e Jasiç e Gjocaj, kem marrë pjesë në luftime, në fillimin e organizimit të luftime kishim shumë djemë të ri dhe kishin vullnet shumë të madhë. Ndërta ishte edhe bujar Sali Jasiçi, besnik Sali Jasiçi. Kemi bos organizimin e mbrojtjes fshatit. Në atë organizim ishin shumë aktiv bujari dhe besniki e shumë djemë tjerë. Kështu pas disa kohë luftimesh në Dukagjin, ata ju bashkuan bashk luftëtarëve të tjerë në Jasiç, për krah komandantëve Agim Ramadani e Sali Çeku, Rustem Berisha, duke marrë pjesë në betejën e Junikut, maj 1998, u vra Bedri Shala dhe Bekim Berisha. Pastaj në betejën e Zharrës, korrit 1998, u përfshi në luftë tër Dukagjini. Flakët e luftës u flakronin gjithkah, trimëria voziste përmes tyre. Unë kom pas fatin që ta njoh personalisht edhe Ramen, kur në Koshare zhvilloheshin luftimet edhe ne të gjithë e kishim harxhu ose shpenzu rezerven e kishim përdor, dhe në një moment e shon një plak i moshuar duke ardhur në drejtim ton, dhe aty ishte edhe momenti i parë kur unë e njoh më përshafën Ram Jasiçin, ku thot unë kom marrë, i kom ftu të gjithë në Tiranë, kush don mi dal zotat dheut e ka vendin Koshare të Rustem Berisha, unë nesër do të nisna, edhe kur e kom pa në ato momente, edhe pse kishim rezerven e zvogluar, e kom kriju një përshtypje, më ka ardhur një farë moralit, sikur të më kishin ardhur një 500 ushtar në përkrahje, sikur kur e kom pa një plak më shumë, që kërkonte ta merrte Gulinovin, thoj ke mos më vendosni dikun ku unë nuk muj bëjnë lëvizje të shpejta taktike, por më vendosni aty ku e kam një armë tron, edhe t'jesh i bindur komandant që aty nuk të alshoj piken. Pra, kjo është familja e Rams, Salihut, është një shembull i mirë se si duhet me kontribu për vendin e vetë, është një shembull i mirë që s'kan kursy as gjo, as mjete materiale, as pasurin që kanë pas, po ashtu edhe antarët e familjes, fëmijët e vetë, me gjitha forcat janë vunë në dispozicion të shlirimit të dheut. Aty në fshatin Jasiç ne u pranuam, është vështirë të përshkruhet ai emocion, nga gjitha ata njerëz që i gjindeshin aty, që s'ishin vetëm njerëzit e fshatit Jasiç, po edhe popullat të zhvendosur nga zonat e luftës. Ata ishin organizuar që të përballeshin me atë situatë, ishin vunë në shërbim të luftës pothuajse të gjithë ata banorë, me ushqime, veshmbathje, ndresa, po ashtu kishin formuar njësitin e tyre për mbrojtjen e fshatit dhe dhënien e kontributit në luftë. Për mua ka qenë një befasi, të cilën rrallëherë has në historinë shqiptare apo në çfarë do lloj historie të mbi luftrat që të jenë të rreshtuar në formacion të luftës 3 breza, duke filluar nga Baci Rom, Gjyshi, djali Salii dhe djem bujari e Besniku. Ishte për mu një madhështi dhe kur shifsha atë gatishmërit, ata djemë të cilët ende si kishin të 18, i kishin rrok armë dhe ishin vunë në funksion të luftës për çdo provë, i cili pavarësisht përgatitjeve që mund të ketë profesionale, është një motiv shtesë. Një ditë caktuar gjatë luftimeve në komandën e zonës së luftimit, Treshi siç është quajtur, na vije një plak dikon 80 diçka vjeçar. Ishte Babara. Ishte gjyshi i Kikës dhe i bujarit. Dhe kërkojnë nga neve me ngull, nga komandanti i brigadës dhe i operacionit, që gjithsesi ai të integrohej luftë. Dhe thoshte, mjepni ai quante Bredë, një mitralozin e randë 7.9 mm, ma venin mes 2 djemve të mi dhe unë aty nuk lëvizi ma. Ka me majtë pozicioni, ka me luftu me nipat e mi. Pra, kjo të regon se këta djem deri të kjo sakrificë e deri të kjo madhështi që i karakterizon në luftën qërimtare nuk kanë ardhur rastësisht. Përbindçi serb, që kishte rafshuar e djegur qytete dhe fshatra të tëra dhe vrar qindra mijë njerëz në Bosnjë dhe Kroaci,
me përvojën më gjakatare dhe armatimin e pajisjet e shumta e të sofistikuara, ju sul krejt Dukagjinit. Juniku, Jasiqi e fshatrat të tjerë u dogjën dhe u rënuan. Në këto kushte, Salihi, Bujari, Besniku dhe i gjithë familja kthehen në Hereq, duke vazhduar luftën në Hereq, Gramqel, Dubrav, Glogjan, Irzniq, Arapaqan e deri në Rugov të Pejës për t'u rikthyer në qendrën stërvitore Papaj dhe për t'u drejtuar Koshares. Në Koshare u bashkohet edhe gjyshi Ram, edhe pse i moshuar 87 vjeçar, kërkoi të merrte mitralozin dhe të shkonte në front bashkë me djalin dhe nipat, por komanda i ngarkoi detyrë tjetër. Ndërsa Salihi me të bijtë, Bujarin e Besnikun e vllau Kadria, së bashku me djalin Fatosin, ishin kyçur në UÇK. Fatmir Peçi, tu, Skënder Kashi, tu, Besnik Jasiqi, tu, Hamid Mehmeti, tu. Salihi dhe Jati më shumë u morën me furnizimin e luftëtarëve me armatime, municione dhe pajisje, detyrë kjo që shpesher ishte shumë e rrezikshme, por gjithnjë e domosdoshme. Kjo detyrë kryhej në terrene të vështira dhe të larta, nga Rugova, Gjerovica, Bjeshkët e Vokshit, Kërshat e Brovinës, Koshare. Kur popullata mori Bjesht dhe malët, dikush tenton të ika ne ka Pladha dhe ka Gusinja, ndërsa një grup i madh i Fluks na u erdh neve me ushtar dhe me të plaguar dhe ju dham ndihmë, ndërsa nanat, motrat tona kanë lindur në përmale dhe na kemi dhonë ndihmë, kemi afru ndihmë, ndërsa djemat e Rugovas na kanë prue gjitha llojet ushqimit, bukë gatuar, djath, gjitha llojet dhe e kemi shpëtuar robnin e kemi qitë deri në Rugov. Dikush ka marrë për Rozhaj, dikush ka marrë për Pladh dhe kanë shpëtu jetën. Qolte një njeri këta në për këto male nuk na ka met. Ato e një vetën shumë të knaqun, si nuk na kanë met njerëz, dishka me met, mas kush na met, nuk na ka met asnjë, kemi marrë gjithë njerëzimin e kemi qitë, e kemi shpërnda, si nga ushtria të plaguar, si nga mileti, njerëz civila me lindje kanë lindur, i kanë lidh, nanat e Rugos kanë dhonë, buk kanë bouj, gjitha llojet, nuk kemi pas kur farë probleme. Ndërsa 13 fshatra të Rugos, thash edhe do të thëmë, janë të gjitha të nderuar, të respektuar për Kosovën. I falemderojmë gjitha të njerëz. Edhe falemderoj gjithë ushtrinë qëllimtare të Kosovës dhe gjithë familjet e dëshmorëve dhe dëshmorët si dhanë jetën për këtë Kosovë dhe erdhëm deri këtu. Tu kemi ardhur të poshtë dhe të këkrua e minal, po këtu nuk pam asë një gjanë. Dhe murëm apet të poshtën dhe ram në shtab. Prej shtabit në shpërndan gjitha zonët. Ishte Salih Lajqi, komandant, ishte Smajl Hajdari, komandant, i 12 fshatra të Rugos, ishin djemë të Rugos, aktivista shumë të mdhaj dhe shumë për të shpuar kërshin dhe ja shpëtum dhe dulem më tonë. Tim po del për e qafë qakorit, 3 bajrash para të aborit, 2 të Rugos e 1 fotborit. Dal ka dale Mark Milioni, se Mark Milioni, Mark Milica nuk jem Shkodra, po të Gorica, po jem Rugova në shalla në Plisa. Në shalla në Plisa një atagona bete kuqin s'ka t'i bona. Shpi për shpi gjomën t'ja u bona. Shumë u vrova u cëftova në vishe gratë shenja t'ja u qova. Nuk shish 12.000 i kalon Mark Milioni. Qashtu. Mark Milan, Mark Milica, nuk jem Shkodra, s'po të Gorica, po më tojnë Rugova, ton me Plisa. Ton me Plisa me atagona në vete kuqin s'ka t'i bona. Djen moshat, Bujari dhe Besniku e pren shkollën për medicinë dhe morën frontin e luftës. Ata ndronin të bëheshin studiues të Zot, si Ali Jasiqi, Din Mehmeti e të tjerë, bij të këtij vendi. Ata e donin librin dhe shkollën për të bërë të Zotët, por së pari zjodhen luftën për liri. Kjo është vatë rasimore, cile ka dhonë shumë dëshmorë. Një ndër këta dëshmorë janë edhe 2 nxënës, të cilët kanë qenë nxënës të kësaj shkolle. Është Bujar Salih Jasiqi dhe Besnik Salih Jasiqi, të cilët janë 2 vëllezër dhe kanë shku në moshë të re
njoni ka qenë 19 vjeçar i cili ka shku në luftë edhe vra, edhe tjetri 20 vjeçar i cili edhe ai janë vrarë të dytë. Të dytë kanë qenë zënë të shkëlqyeshëm, sidomos është më rëndësi të flitet që edhe sjellja aty në ka qenë shembullore. Prej klasës parë deri në klasën e 8, domthonë deri se kanë kryer shkollën fillore, këta kanë qenë zënë të shkëlqyeshëm, por edhe sjellja të shembullore. Në fytyrat aty në djeme që unë i kom marrë me jep mësim ka viti 5, kom pa një atë dashuri nga se unë i kom pas fatin apo kom qenë mësimdhënës i landës së historisë. Bilim këtë rast duhet të ceku interesim jashtëzakonisht të madh të bujarit për të kaluarën e popullit tonë. Por bujari dalloi edhe nga nxënësit e tjerë të klasës me pyetje shtesë me bën të mua, e që ne përpiqem të jepim përgjigje për të kaluarën e popullit tonë dhe për historinë e popullit tonë. Këta dy vëllezër kanë kryer shkollimin fillor në shkollën tonë, janë dalluar me sukses jashtëzakonisht mirë apo shkëlqyeshëm edhe me sjellje të mira. Ashtu detyruan dhe ndërprejnë edhe shkollën të mesme edhe e vazhdojshin për mjekësi. Për hir të tyre, kisha shumë dëshira të tjera, edhe po të bësha gazetare, po ndoj aktivitet tjerë të të ushtroja, por esenca është se për hir të tyre unë edhe sot vazhdoj që të kem mjekësin si profesion timin. Nëna e tyre u kishte mëkuar me gjirin e saj, dashurinë për jetën, për njeriun, prandaj zgjodhen medicinën. Por kjo nën u kishte mëkuar edhe amanetin e brezave të luftës dhe qëndresës për liri. Nëna Bute, bie Lumbardhit, kujton zellin e bijve të saj për shkollën, kujton librat dhe fletoret e tyre që i dogji zjarri i luftës. Zemër nëne. Unë jam krenare, ndina krenare, se jem kone unë e tyne. Komanduesi Besnik Sali Jasiqi, i thirrur Kika, arriti të bëhet përgjegjës për artilerinë e topave në dejet e tyre. Arritte vetëm trimëri dhe vendosmëri për të luftuar deri në çlirim. Kur u zbulum, më thonë Besniku, kur beri gjujtje me top, u zbulum nga forcat armiku edhe u godit. U goditëm shumë afër, madje një moment ku isha afër ti, u qova edhe pash mbulum, dhe më thonë, me dhe, me gur, e kom shku, e kom të rek shpejt, edhe e kom pas që është mirë, e kom qunë strejmore, edhe i kom thonë që aki diçka, tha jo, krejt në regull jam, tha po, kështu e dojnë forcat serbe për shkak se i godita. Edhe faktikisht i goditi shumë preciz, a i ka qenë një jashtëzakonshëm në përdorimin e topit. Topin e ka përdorur sikur të ishte një snajper. Në krye të detyrës, ai tregoi aftësi në saktësinë e veprimeve, pa ju dridhur qerpiku, dhe njëkohësisht ishte edhe një veprues për të lidhur plagët e atyre që plagoseshin në frontin e luftimeve. Për një vit, ta djelmosha kryen me devocion të gjitha detyrat e ngarkuara nga eprorët. Fati e solli që unë të isha e pranishëm si gazetar në betejën më të lavdishme të ushtrisë çlirimtare të Kosovës në betejën e Kosharës. Brigada 138 Agim Armadani zhvilloi luftimet më të rrepta në luftën frontale duke bërë të mundur thyrjen e kufirit shqiptar. Ndër mbresat të pashlyera është edhe pikrisht takimi me Djallosh 18 vjeçar në një bunker natyror të një Djalloshi që përdorte topin 75 dhe mjetralozën rand. E ky ishte Besnik Jasiqi, i cili thirri nga shokët Kika. Ky Djallosh ishte portmeri i ushtrisë serbe. Ishte bërë shpresa e sulmit të ushtrisë çlirimtare të Kosovës, me një profesionalizëm që çdo general i botës do t'ja kishte lakmi. Ato momente janë shumë emocionale, por edhe të pashtyra, sepse pas disa kohësh, Kika, pra Besnik Jasiqi, do ndahej nga jeta dhe do binte dëshmor për shlirimin e Kosovës, së bashku me vllahun e tij, Bujar Jasiqi.
Lavdi dëshmorëve bujar e Besnik Jasiqi. Lavdi dëshmorëve të ushtrisë lirimtare të Kosovës. Lavdi dhe respekt të madh për të gjitha ata trima e luftar që morën pjesë në çlirimin e Kosovës. Luftarët më të fortë, ky këtu pranë meje është një ushtar shumë i ri, profesionist për topa. Më tepër s'kisha çka për të thënë, po le të urdhoni të thotë disa fjalë vetë. Urdhno kik. Sa vjeç jeni ju? Unë jam 18 vjeçar. Çfarë armë përdorni këtu? Unë përdori topën 75 mm dhe armë të tjera çfarë të është nevoja. Keni kohë që luftonin? Kom kohë që në një vit e më shumë që luftoj dhe marr pjesë në ushtrinë lirimtare të Kosovës dhe kom dëshirë që kur mos i dam kësaj ushtrie. E përballoni do të luftni ju me këtë moshë që keni? Do ta përballojmë deri në fund. Nga cili zonë e Kosovës jeni ju? Ne jemi nga fshati Jasiq. Mesazhi juaj për gjithë rinin kosovarë dhe rinin shqiptarë cili është? Mesazhim për rinin kosovarë dhe gjithë rinin shqiptarë është që t'i bashkohemi ushtrisë lirimtare të Kosovës dhe ta përkrojmë ato deri në fund. Gjatë kohës që ne po inspektoja pozicionin e artillerisë mortajeve të 82 në këtë zonë, nga pozicioni i Besnikut që ishte aty afër, kishin filluar granatimet dhe qitjet shumë të suksesshme të Besnikut në drejtimin e Grykës së Botushës. Ne u afruam për të shkuar për të parë aktivitetin dhe punën që po kryente Besniku me ekipin e tij në atë pozicion. Dhe ne në këtë moment ai na bërtiti mos u afroni. Ne kur ju prezantuam Besnikut se kush jemi, ai tha jo mos u afroni se tani do fillojnë granatimet serbe mbi ne, se ne kemi gjuajtur dhe qitjet e tona kanë qenë shumë të suksesshme. Dhe në këtë kohë ne jemi afruar dhe bombardimet serbe ishin aq të fuqishme sa e tronditnin shkembin që ishte përpara. Fal goditjeve të tij kishte bërë që Gryka e Botushës të ishte në kontrollin e Grykës zjarrit të tij dhe të ishte kthyer në një tmerr për forcat serbe. Unë e kam pa edhe Kikën, Besnikun që ishte gjithherë në kryer të detyrës tek Gryka e Botushës që çdo herë shkakton të humbje të mëdha tek forcat serbe dhe ju jep të shumë vullnet bashkëluftare. Gjithashtu bujari ka qenë djalë i shkëlqyer, aktiv tek njësia e Kobrave dhe gjithherë ka pas fjalë të jashtëzakonshme të mira nga bashkëluftarët gjatë veprimeve ushtarake. Këtu jemi në pikën ku Besniki vepron me topin, por vepra e tij dhe bujaria dhe tremnia e tij nuk kanë të ndalur. Pra duhet të marrim mësim gjithë nga ky. Ky është edhe njëri ndër të partë që ka sulmuar rrasën e Kosharës. Domethënë ka sulmuar në pika bashkë ku në kont caftuar dhe domethënë vepra e tij është kryer më të mëdha. Pra Besnik Jasiq është përndryshe Kika. Pra duhet të mburrim me këtë djalosh të ushtrisë të Kosovës. Megjithëse moshën e re ka edhe ndërtrit e ushtarëve të juaj, vëmtaria e tij që nga e lavdueshme edhe për të vënë në evidencë si luftar i mirë. Pra gjithë rinia kosovare duhet marrë mësim nga ky djalosh dhe ta ndjekin të gjithë rrugën e tij deri në çlimin definitiv të Kosovës. Besnik, ju urojmë suksese. Faleminderit, gjithashtu edhe ju. Trajtim Batushës Kik. Vret një kolon e armikut. Pika 3. Zjarr. Goditja mrekullueshme, lum. Përgatitë tjetrën. Tu ju dridh zemra qetnikut. Jehon topi i Besnikut. Flakron pushka e bujarit. Tu ju dridh zemra barbarit. Kështu është kënduar këtyre dëshmorëve të UÇK-s. Besnik Jasiqin edhe bujari Jasiqin e kom njohur gjatë gjithë kohës përsafermi gjatë luftës edhe në Junik edhe në Koshare. Janë disa raste interesante me ta, me Kikën,
rasti ma që më kamet është kërë kemi hinë karull të Kosharës, se në njësia vëzhguse Kobra, ku edhe bujari Jasis që kur pjesë njësis, jemi hinë karull, e kemi marrë karullin e Kosharës. Besniku e ka ngrit flamurin për herë të parë në karakullin e Kosharës. Madje në ato momente në ka ardhur dhe komandanti i batalionit parë, Isen Berisha, i cili në tha që shiqoni, ju e ka vendosni flamurin, mirë po, ky flamur nuk zbret më poshtë pa u derë gjak. Besniku pa prit mas ja kthej, i tha nëse është nevoja, unë do të rrit në i pari për këtë flamur. O konë shumë djallë inteligent kika, edhe o konë shënjusi maj mirë i topave, për që të arsye na kërë dishim se kikin e kemi mas, jemi konë shumë atë sigurt. Gjatë luftime në Koshare, o konë një farë sërba, jushtarë sërbë, sigurisht mercenora, nuk e di që ka qenë, vetën e thirë ke Gjavolli. Edhe zakonisht vike në drejtimin e qafës Morinës për me afru Kosharës. Një ditë për ditë zbrojarin tha, Albert, kushe që ke Gjavolli, une ja dha shpjegimet e mija ato që i kishim, tha, a shkojmë një ditë edhe t'ja hekim qafe Gjavollin ushtarëve të QK-s, i thash po. Tash një mbrëmje shkuam bashkë me bujarin edhe shok tjerë, gjithë njësis Kobra, edhe ishte natë me shi, shumë e tershme, na e bom një goditje në vendit ku mendonim se ishte i vendosur Gjavolli. Edhe i zhvillum disa luftim atje, po për që di, pas asaj natë Gjavolli nuk u paraqet mu as në radiolidhje, as i hupi zoni. Ne, apo ata, ishin të cilët krijonin kushte, krijonin hapësirën dhe krijonin mundësit që gjitha fortifikimet serbe ti identifikojnë, ti godasin, po edhe ti shkatrojnë dhe neutralizojnë dhe të krijojnë hapësirë të mjaftueshme që ne të depërtojmë me forcat tjera kamsërike dhe të marrin në kontroll të plot këtë territor. Heroizmi dhe trimëria tyre vështirë që mund të gjejmë pen apo njëri sa do tjetaj me çfarë do lloj shkollimi apo përgatitje profesionale që të përshkruaj. Në kohën për cilën po flasim, ta kanë qenë të patremur, ta kanë qenë të vendosur që për asnjë milimetër mos të tërhiqen mbrapa dhe të vazhdojnë luftën ndaj shtrimin e plot Kosovës. Kjo është familje simbol dhe neve do të duaj dhe do ta nderojmë përjetësisht. Është një familje e cila ka hyrë në histori, siç e thashë në fillim, 3 breza të jenë të kyçur në luftë për shlirimin e Kosovës dhe nga të 3 këto breza të japësh 2 dëshmorë, 2 vëllezër, 2 tri. Këtij vendi vërtet është një merit e jashtëzakonshme. Bujari mbeti gjithmonë pjesë e njësisë elitare, vëzhguese diverzante që ishin njësit i Kobra themeluar nga vetë komandant Agimi, kurse Besniku sistemuar në njësinë artillerisë topave në cilën qëndroi deri në përfundim të luftës dhe fitore. Gjatë luftës, roli i tyre ka qenë i jashtëzakonshëm. Me precizitetin, suksesin që treguan gjatë luftime, arritën të na bëjnë shumë të lehtë njësive të kamsërisë që ti marrim në fazën e parë të sulmit, për të kacirë ditën e parë, të gjitha objektivat që ishin vendosur në urdhrin për sulm. Besnik Jasici u kanë i dallum prej shokëve. O kanë një djalë nga që ka rrjedhë nga një familje Jasici, siç e njohin edhe rrafshi Dugaxhinit, që janë përfshi edhe 3 breza mrena kësaj lufte, vetë me vlla, me babë dhe babgjysh. Me kikën çka me fol një fjalë kur fjalët nga njerë edhe mungojnë një të mëngta, sepse në shkun djemët më të mirë të këtij vendi sot pekim probleme dhe pasqyrimin apo vlerën aty në djemëve me shpreh edhe sot, apo mi dal hak asaj çka ata bënën gjatë luftës. Pikërisht me datën 9 prill të vitit 1999. Ishte ora 6:18 minuta që pas ja kemi Ramadanin me një njoftoj Berti Zjarr, unë
veprova duke dhënë urdhër Kikës që të vepronte me artilleri dhe ai me guximin, trimrin dhe shkallësitë e tjera veproi me një efikasitet tepër të lartë duke goditur rrasën e Kosharës, duke neutralizuar forcat që ishin vendosur në rrasën e Kosharës. Me kujtohet një moment kyç kur agimi me thret në radiolidh thot Berti, fol me Kikën që mos ta dëmtojnë topin kundërrorin i cili është ndodhur në rast, për arsye se atë mund ta përdorim neve për forcat tona, sepse ai e pa që besniku ishte shumë precis dhe mund të shkatronte gjithçka. Dhe unë ky rast më kujtohet shumë mirë kur i thash Kikës, Kika, maje pak më anashme se godit direkt objektivin se na duhet topi për ta përdorur për njësitë tona. Dhe ai ashtu veproi. Goditjet me topa, sidomos Kika me datën 9 prill ishin kaq precize sa forcat serbe nuk mendonin asnjëherë që ato ishin goditje nga djemt dhe vajzat e ushtrisë shqiptare të Kosovës. Besnik Jasiqi ishte për të goditur rrasën e Kosharës, ku ishte një pikë dominante e shkive. Aty fal besnikit dhe shkaftësive tine që kishte, arritën pas një kohë jo shumë gjatë, komandanti njësisë Skobra, Agim Ramadani, Anton Quni, që të marrin pikën më dominante të forcat të armikut dhe të rikthejnë në forcat e ushtrisë lirimtare të Kosovës. Kisha fatin që në krahun tim të djathtë, me top 75 mm, manipulante besnik Jasiqi. Dhe suksesi njësisë time vare nga bashkëpunimi dhe koordinimi me këtë njësi të topave 75 mm. Dhe kur kërkoja ndihmë, do thotë Kika pa ndonjë hamendje, thuajse me padurim, fillonte me hap zjarr ndaj mjeteve të blinduara, ndaj forcave të armikut, të këmbësërisë e tjera. Pas çdo hapje të zjarrit nën komandën e Kikës, me njëherë kundërpërgjigja ishte shumë e fuqishme, nga qitjet direkte me tanke dhe me artilleri të kalibrave të ndryshme. Ato predha plasnin në atë shkëmbin, kështu që për disa minuta une nuk e dija fatin e Kikës, i mbejetoj atyre granatimeve apo ja. Dhe momentin që qetësohi situata, komunikonim dhe kur përgjigje, me të vërtet ishte një ndjenjë e veçantë kur e kuptant që bashkëluftari ka përballu të gjitha ato goditje. Nuk baronte me aq, por thjesht për t'ja bërë me dije armikut se ne jemi të pamposhtur, Kika reagonte prap, edhe kjo shkaktonte një nervozizëm të veçantë tek forcat e armikut, ishte edhe një lloj e lufte psikologjike, sepse ato nuk kishin guxim të avanconin tutje pa u eliminu kjo qendër e zjarrit. Si familje me të vërtet gjatë luftës 98-99 kanë dhënë kontribut. Për atë kohë se sa kum pas fat me ta, bile këta dy djem kanë pas shumë djem të mirë, djem luftarak, e kanë ndesh lirinë si të gjithë dëshmorët tjerë. Edhe këta shumë djem të mirë. Shënjestrën 8 dhe vepro me brëshëri të shkurta. Thyrja e kufirit shqiptar ishte domosdoshmëri për t'i dhënë gjallëri gjithë luftës çlirimtare të Kosovës. Shtigje e kalimi ishin hapur her pas here, si për lëvizjen e luftëtarëve apo armatimeve dhe municioneve, por koha kërkonte hapjen frontale. Përpjekje me sulme kundër sulme ishin marrë disa herë. Në këto betejë, edhe vëllezërit Jasiqi, besniku dhe bujari kishin treguar se ishin të aftë mes të aftëve dhe trima mes trimave. Në këtë ruat e liris, zdo t'kel këmba e sërbis, zdo t'kel këmba e sërbis. Ne përbore, ne përshi, ne përbore, ne përshi. Do t'luftojmë derin liri, do t'luftojmë derin liri. Të nderuar ushtar dhe pror, ju përshëndet. Erdhi dita e 9 prillit 1999, kur Brigada 138 e UÇK-s u hodh në sulm frontal, sipas ides dhe nën komandën legjendare të komandantit të saj, Rustem Berisha, dhe shefit të shtabit Agim Ramadani.
pamjet e këtyre maleve u veshën në shkëmbimet më të rrepta të zjarrit nga të dy palët. U arrit qysh ditën e parë që nga brigada 138 e UÇK-s të merreshin pikat më dominante të forcave serbe dhe pastaj të nesërmen të merret edhe kazerma të Kosharës. Kjo ishte ëndra e atyre që luftonin prej kohësh, e atyre që ranë si heronj dhe atyre që do të vazhdonin luftën më tej deri në fitoren përfundimtare. Mund të thuhet me plot gojen se kjo betejë e qenë nga betejat më të mëdha dhe të përgjithshme, jo vetëm për çlirimin e Kosovës, por edhe në luftrat e vona të popullit shqiptar. Ashtu si kur gjithë Kosova mlodhi shpirtrat në kuvendet e faljes së gjaqeve në mbar Kosovën, UÇK diti të mbledh me gjuhën e lirisë shqiptar jo vetëm të Kosovës, por shqiptar kudo që ishin, për të shpërthyer trimërinë dhe diturinë në Koshare, për të bërë atë të përjetshme në histori, si vetë lirinë. Kjo betejë vinte përballë forcave të shumta në numër, në armatim, pajisje, trupat më speciale serbe, që vepruan me të gjithë forcat e tyre, bashkë me vullnetarët e Sheshelit dhe Arkanit, të kalitur në beteja të përgjithshme, shfarosëse, në Bosnjë dhe Kroaci, plotësuar edhe me oficer rus, kurse në anën tjetër ishin viganët. Forcat e UÇK-s, me përgatitjen paraprake, me zgjuarsinë e pozicionimit, me veprimet zbuluese dhe orientuese, u krijuan mundësinë luftëtarëve të gjitha llojeve të armëve të ndërmerrnin një sulm rruthe që çoi në shpartallim forcat serbe. Këtë vend të duket këtu e kem azjesuar Bizgavien dhe kem ra komandin e Bix. Pas disa orë luftime që kanë zgjatur shumë të forta në këtë rajon, ishim mbështetur edhe nga shokët tonë në Kosharës, tu kanë ardhur pragat. Në këtë kohë ishin nisë dhe tanket për të ngjitur nalt. Detyra jonë ishte që këtë rrugë ta bllokojmë që shokët tonë të jenë sa më të lirshëm në luftime atje. Atë e kem arrit, kem vendosur 2 mina këtu. Dyja shoqe për të bërë ekspedimin sa më i fuqishëm dhe kem kryer detyrën tonë, jem vendos, kanë ardhur pragat këtu, kanë qenë 10 ushtarë përpara saj, këtu është eliminuar. Përveç Bizgaviet edhe një prag, 10 ushtarë që kanë qenë para. Kjo tank u sulmuan nga ushtria shërimtare e Kosovës dhe forcat e UÇK-s e sulmuan dhe e shkatruan. Ishte topi i parë që krishin e ta Besnik Jasici, Shkelzen Mata e shumë djemë të tjerë, cilët gjujten dhe e shkatruan tanken e Serbit, i cili e kalli Dugazinin me gjitha forcat që i pati, po gjitha i la në Koshare dhe në Botush, po në rafshin e Dugazinit, me komandën e Rustem Berishës, të Feris Tërzhnjevës, të Ise Berishës, të Mus Gjakovës, e shumë trima vë oficerët e tjerë. Por UÇK fitoi frontalisht. Sakrifica në Koshare ishte e madhe, pasi ranë në fushën e nderit 113 dëshmor dhe shumë luftëtar të tjerë i kanë lënë gjymtyrët e tyre. Për të nderuar të rënët, kanë ardhur familjar, të afërm, bashk luftëtar në këtë pjedestal ku i vendosi lufta dhe trimëria legjendare, këta kryq të lirisë, shqiponjat e lavdisë së këtij vendi. Një popull që i jep popullit e lirisë, kështu trimash, kështu çunash, kështu djemsh, ai popull nuk mund të quhet i vdekur, po dërroj sa ato ka me tokë. Sali Asici, familja e tij, pra ishin një adresë edhe veç ishin në komunikim me adetarët e shuar, edhe me Saliçekun, po edhe me bashkëveprimtarë tjerë. Me fillimet e luftës frontale, e gjithë familja u bë pjesë e luftës. Në të gjitha betejat, pra në fillimet e kësaj lufte, e në vazhdim, marrën pjesë Salihi me djemtë e tij, me bujarin e Beshnikun. Pas një lufte të gjatë e të mundimshme të vështirë, erdhi edhe liria, me lirinë edhe përgjegjësitë tona. Në detyrë për të bashkuar gjithë teknikën, detyrë të marrën prej komandantit brigadës, Rustem Berisha, brigadës të lavdishme të Kosharës, 138, ranë dëshmor, bujari edhe Beshniku. Një ranje edhe se e vonume, po një ranje me poroshinë e lirisë. Shqiptarët që ndalen kur, në vite, dekada, deri te liria. E disa
edhe me fillimin e Leris e fitun përjetësin. I kujtojmë me respekt bujarin, besnikun, po dhe gjitha ta që ranë për liri. I përjetëshim kujtimi për ta. Familja jonë ishte si qerdhe edhe srehimore e Uçekes në fshatin Jasiç, ku shtëpia u bë qati e krejt bashkëluftëtarëve edhe të popullit Kosovës. Ne si familje ishim të nisur prej stërgjyshve tanë. Gjyshi, baba edhe pjesa gjeneratës tonë, dy vllazët që morën pjesë. Si familje morëm luftën, jo si luftë, po si dasëm. Aty ku është dhimbja është edhe krenaria. E kishim një motiv edhe ideal, Kosova tjetë e lirë. Sot kur Kosovën është çlirune, aq sa kishim dhimbjen, edhe më të madhe kem krenarin, kur Kosova është e lirë dhe gëzon pavarësinë e vet. Edhe gjithë qytetarët në një liri që e kanë prit me shekuj. Let u kjoft mbi Vorlendina, but ju kofshin motjes tina, akëlli bora e serotina, e gjersat kënojnë mal në izan, e gjersan det ket, ujeran, e gjersan qelt ket, gjelehan, ata kur mos u arrofshin, po për herë, me pjetet, u kujtofshin. Lavdi u qoft! Lavdi! Lavdi, agimit edhe shokëve ti, të gjithë. Liria erdhi, si një dritë e përndezur shpirti, nga zjarri i gjakut të hyjnive. Liria erdhi, parakalon rrugëve të pafund. Flini, ju ka hije, gjumi i përjetshëm, se nuk deshët të jetoni të vdekur në jetë. Të rënët janë të përjetshëm, dëshmorët i kemi ndriques në çdo moment, na zgjojnë vetdijen me dashurinë e pafund, me ëndrat e tyre për jetën, na tharasin të ecim e të jetojmë. Babës Sali dhe nënës Bute u flutruan në përjetësi bujari dhe besniku, por ata janë si ëngjëj frymëzues për Blertën, Besartin, Blerinën, që jetojnë bashkë me ëndrat dhe shpresat e vëllezërve të tyre. Do të ecë jeta, do të ringrihet kulla e rënuar në Jasiq, do të bëhet Kosova si ëndra e tyre. Liria erdhi, jeta ka dritën e lirisë. Këto që u sollëm për Kosharen, që ngjet me legjend, për dëshmorët e saj, janë kurore lavdisë së Kosovës, janë shpirti i gjallë i të gjallëve dhe i të rëndëve që thërret, roft liria.